Akuzat të tjera kanë të bëjnë edhe me përdorimin e mjeteve piroteknike nga ana juaj, të sjella aty të vendosura në përshishe dhe të cilat më pas do të plasnin, edhe kjo sipas akuzave ka shkaktuar lëndime në radhët e policisë së shtetit. Si është e vërteta e mjeteve piroteknike? Them drejtën, unë për vete, dje kam qenë gjatë gjithë kohës në protestë dhe nuk kam parë asnjë mjet piroteknik, edhe vetmin domethënë rast që po shifja një polic që duke sigurisht i dëmtuar pak në kokë, mendova mos e ka kap në një tap pagure që hidhet, sepse ishte dëmtim aq i vogël, edhe komplet, si me thonë, disproporcional me dëmtimet që na ishin shkaktuar neve. Edhe realisht nuk është goditur në asnjë moment policia, përveç se, si me thonë, me vezë. Kështu që mendoj se këto akuza janë të pa baza, të pa vend, edhe ore pse nuk i dokumentojnë me foto këto, me video. Si me thonë, policia e shtetit ka qenë me gjithë aparatin e vetë represiv aty, ka qenë me gjitha mediat e vetë aty. Si ka mundësi që akoma nuk kemi një foto të një njeriu që është me një material piroteknik aty. Kështu që për mua kjo protest paqësore, kjo protest ka qenë paqësore, është paqësore dhe do të vijojë të jetë paqësore deri në fund. Nuk ka vend për asnjë lloj, si më thon, përfitimi nga rasti nga policia ose edhe nga qeveria që thuhet se aty ne kemi përdor materiale piroteknike, sepse është totalisht e pavërtet edhe është e turpshme, për shkak se dhuna është parë shumë qartë nga ka ardhur. Nuk ka ardhur nga ne kemi qenë gjatë gjithë kohës duke mbrojtur veten. Dje janë shoqëruar dhe gazetarë. Domethënë, ku jon, nëse do fillojmë të flasim për dhunën e djeshme dhe për absurditetet që ka pasur ajo protest, mendoj se do na duheshin 3 ditë. E kuptoj. Megjithatë, ju pavarësisht të gjithave, pavarësisht këtyre ndodhive apo episodeve të dhunës, nuk të riqeni, jeni të vendosur të vazhdoni protestën. Dhe sot përllogaritet dita e 54. Ose e 5. 55. Se tani na ka humbur dhe përllogaritja. Por janë ditë të mjaftueshme për të treguar se kjo është një rezistencë qytetare e cila duket se nuk ka ndërmend të ndalet për asnjë çast, apo jo. Nga këto ngjarje që ndodhin në një tjetër lokacion, se siç kam thënë edhe më herët, tashmë kjo është një protestë e cila zhvillohet në shumë fronte dhe është e përhapur kudo. Në Tiranë, në disa lokacione, po edhe në përbot përmes diasporës. Ju frymëzojnë këto ngjarje ose le të themi ju nxisin më shumë që të qëndroni, apo vjen një moment edhe ju demoralizojnë? Sigurisht për neve, si më thënë, një nga mbështetjet kryesore të kësaj proteste ka qenë mbështetja e diasporës. Unë kam thënë edhe herën e kaluar kur ishim këtu, që diaspora nga një shtet social i munguar edhe thjesht nga një bankomat imagjinar që ishte në familjet tona, këtë rast u kthye në një nga mbështetjet kryesore të kësaj proteste. Përfitoj nga rastit, them që edhe me datat 14, 15 dhe 16 gusht, diaspora e disa vendeve të ndryshme të Evropës ka njoftuar që do t'i bashkangjitet fizikisht protestës në Shqipëri. Kështu që deri në atë datë ato do zhvillojnë protesta kudo që janë, ndërsa në ato data ato do në bashkohen këtu. Ditë për ditë, pjesë e ligjërimeve dhe fjalimeve që mbahen protest është sigurisht një nga shtyllat kryesore diaspora dhe ata vinë për ditë me elemente surprizues. Dje, për shembull, ishte një djalë që kishte ardhur nga Australia vetëm për protestën e djeshme, edhe ai kishte vite... Protestën të parlamenti? Ishte për protestën të kryeministria, sepse nuk e dinte këtë të parlamenti, edhe kishte shumë vite që nuk ishte ardhur në Shqipëri, edhe thoshte që, si me thonë, ju më keni nxitur shpresën që të kthehem, edhe pse jo dhe të kontribuoj në vendin tim. Kështu që për ne kjo është shumë e rëndësishme, është mesazh edhe model që duhet ndjekur nga gjithë diaspora. Ne kemi pas gjithmonë një sy dhe një vesh nga diaspora, por tani më kemi kthyer gjithë kokën edhe i presim në datat që ata kanë planifikuar dhe njoftuar, dhe shpresojmë që ata të rrinë me ne derisa ky sistem korruptiv dhe kriminal të bjerë. Dhe nuk ka gjasa të ndodhi, ju besoj keni dëgjuar sot kryeministrin. Nuk ka patur një reflektim për ti ashtu siç ju e prisnit. Ka patur një lloj tjetër reflektimi, e ka kanalizuar të gjithën këtë si një perceptim njerëzor. Njerëzit perceptojnë se situata në fakt është siç ju deklaroni në protestë. Dhe ju kanë ndarë protestuesit e Flamingove dhe protestues Sora e Korba, protestues të Qershorit, protestues të Korrikut, rrjedhimisht. Në fakt, këtë aje ka bërë disa herë për fillimi dhe tani më ka kaluar nga një lloj kaotizmi në ligjërimin e vet në një lloj patetizmi. Sot, për shembull, siç kishte përmend se ajo do lidhi mbesën me disa, për mua këto janë thjesht
shenja të dëshpërimit e të rënjes së regjimit. Duket sikur ai pas një lloj sulmi ndaj nesh, që ishte sulm ballor, u mor me secilin prej nesh personalisht, tentoi të na sulmonte në pikat tona më dobta e me radhë, duket sikur ai tani më po kërkon një lloj reflektimi, në thonjza nga partia vet. Ne i themi që në fakt reflektimi vetëm që mund të bëhet gjendet në 5 pikat që ne i kemi shkruar shumë qartë. Edhe me këtë kryeministër... Tani këto 5 pika do t'i negocioni me kryeministrin, apo? 5 pikat nuk kanë negociim. Sepse para është largimi i tij. Nëse pika parë është dorëheqja e kryeministrit dhe gjithë qeverisë, nuk ke si vazhdon me negocimin me këtë kryeministër. Kështu që ne jemi shumë qartë edhe ai duhet jetë akoma më i qartë se në atë protest nuk ka asnjëri që do të negociojë me të. Koha e tij ka mbaruar dhe sa më shpejt ta kuptoj, aq më mirë do jetë edhe për të. Nuk ka shqetësuar